pasi temperaturat në maqërinë e veriut do të arrijnë deri në 40 gradë Celsius. Instituti i Shëndetit Publik ka publikuar udhëzime për mbrojtjen e shëndetit. Nga SHP rekomandojnë shmangje të ekspozimit të drejt për drejtën e diell dhe aktiviteteve në natyrë ndërmjet orës 11 dhe 17, veshje e rrobave të lehta, mbajtje e syzeve mbrojtëse dhe kapel me ngjyrë të çelet, qëndrimi brenda dhe me ajre të kondicionuar, bërje e pushimeve të shpeshta në hije, të ngrënit me mas, shmangje ushqimeve yndyrore dhe me shumë kalori, si dhe ushqime që përmbajnë një sasi të madhe sheqeri. Nga tje rekomandojnë pirje të mjaftueshme të ujit dhe shmangje të alkoolit, pijeve që përmbajnë kafein dhe atyre që janë shumë të ftofta. Grupet vulnerabël duke përfshirë personat mbi 60 vjeç, gratë shtatzëna, fëmijët, ata me sëmundje kronike, kardiovaskulare, neurologjike, sëmundje të mushkërive dhe veshkave, diabeti, sëmundje mendore, obeziteti dhe personat nën terapi që rrit urinimin. Duhet të jenë veçanërisht të disiplinuar në lidhje me këto rekomandime dhe të marrin rregullisht terapi. Instituti gjithashtu rekomandojnë mbylljen e dritareve dhe perdeve gjatë ditës dhe hapjen e tyre gjatë natës, kur temperatura është më e ulët. Për të ulur temperaturën e trupit, instituti rekomandon dush me ujë të vagët, ndërsa për freskë me shtesë, sugjeron vendosjen e kompresave të ftofta ose zhytjen e këmbëve në ujë të ftohtë. Nëse ndjeni marramendje, jeni të shqetësuar ose keni etje dhe dhimbje koke të forta, duhet të kërkoni ndihmë, të shkoni në një vend më të freskët, të matni temperaturën e trupit tuaj, duhet të konsumoni ujë ose një pije minerale jo të gazuar. Nëse keni dhimbje muskulore, më shpesh në këmbë, krahë dhe bark, duhet të pushoni në një vend të freskët dhe të konsumoni lëngje që përmbajnë elektrolite. Ndërkaq, Drejtoria për Punë Hidrometeorologjike njoftoi se në ndikimin e një mase të ngrohtë ajrore nga jugu, gjatë fundjavës së zgjatur dhe deri në fund të javës së ardhshme, moti do të jetë me diell dhe shumë i nxehtë, me vranësira të pakta deri mesatare në disa zona. Temperaturat ditore pritet të kalojnë 32 gradë Celsius në të gjithë vendin, ndërsa në disa rajone do të arrijnë dhe do të tekalojnë 40 gradë. Temperaturat e larta do të vazhdojnë edhe gjatë orëve të mbrëmjes edhe natës.